Mandator do të thotë i ka afat kohor 15 ditë që ta formoj, që të votohet qeveria e tij në kuvendin. Në përgjithësi subjekte politike është që pas 12 tetorit të zgjedhjeve lokale shkohet me zgjedhje të parakohshme në nivel vendi. Në momentin e konstituimit të kuvendit të Republikës së Kosovës, atëherë i hapet rruga formimit të qeverisë së Republikës së Kosovës. Në këtë rast, në momentin kur kuvendi konstituohet, atëherë presidenti i Republikës së Kosovës e cakton mandatorin për formimin e qeverisë, që në raundin e parë duhet domosdoshmërisht të jetë nga partia e parë që ka dalë nga zgjedhjet, në rastin konkret nga Lëvizja Vetëvendosje. Dhe ky mandator do të thotë i ka afat kohor 15 ditë që ta formoj, që të votohet qeveria e tij në kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë kalohet në raundin e dytë, dhe që në raundin e dytë brenda 10 ditëve presidenti i Republikës së Kosovës duhet që të caktojë një mandator tjetër për formimin e qeverisë. Në raundin e dytë tash nuk është automatikisht që duhet të jetë partia e parë që ka dalë nga zgjedhjet, mirë po duhet të jetë ajo parti që dëshmon presidentës së Republikës së Kosovës se ka shumicën e nevojshme në kuvend për formimin e qeverisë së Republikës së Kosovës. Dhe mbi bazën e kësaj çështje, atëherë presidentja e Republikës së Kosovës e cakton edhe mandatorin tjetër. Nuk përjashtohet mundësia që përsëri mandatori të jetë nga partia e parë fituese nëse ka dëshmuar se ka shumicën e nevojshme në kuvendin e Republikës së Kosovës. Nëse kjo do të thotë nuk ndodh, do të thotë nuk arrihet që askush ta dëshmoj se ka shumicën e nevojshme në kuvend, atë presidenti i Republikës së Kosovës mund të nxjerrë, mund ta shpërndoj kuvendin e Republikës së Kosovës dhe vendit të shkojnë zgjedhje. Kam përshtypjen që vullneti në përgjithësi subjekte politike është që pas 12 tetorit të zgjedhjeve lokale shkohet me zgjedhje të parakohshme në nivel vendi, në mënyrë që të bëhet një matje ndryshe tani me shpresë që të ndryshojnë shumë numrat nga ajo që ka qenë me nënshkurt. A janë të damshme këto? Po, a janë në përputhje me rendin demokratik të Republikës gjithsesi, që edhe zgjedhjet e parakohshme janë demokratike?